parë Coleta nga afër, kur do vishti? Kur në gusht. Jam me parë në gusht. Zoti ma mezi po pres. Mezi po Ato pres. e gjëja e parë që do bësh kur të më takosh. Gjëja e parë? Do të përqafoj dhe do të fus dorën në xhep. Do bëj dy gjëra njëkohësisht. Nuk i mbaj lekët në xhep, o pler. Kush tha do të marr lekët, moj? Po çfarë do kërkosh në xhep? Na xhepa na mbrapa. Në rregull. Ishin gjithë budallenja. E djathë me vete, King Wise e Flori, respekt edhe është të mirë, blok. Jo blok, Megin blok, jo. Edhe një që u kapa me Megin, unë u kapa për mle, mos të hap tema, se më rëzidem bës. Megin unë... Ka me vërtetë, se unë nuk e di akoma, sot i kësaj dite nuk e kam kuptuar pse ti mua më ke sharë. Si? Unë sot i kësaj dite nuk e kam kuptuar pse ti më ke sharë. Ti më shave është kërë. Ta të shave unë, pëse më shave ti? Po, pastaj, unë nuk doja atë, për kokëtën dhe time, për atë zot lërë. I këtoj ati, po se pranon në shtetër mua betë. Po ku ishime? Te Kingu. Se qa ke marrë veshti na një gjën, do është ta, e kupton? Se na ca koti Megu përfshive. Unë? Kur Po. t'jam qiro? Për kokëtën dhe time, Dani. Të pak të në sytë e mi këshu është dukur. Më sill njeri që unë jam përfshirë. Kur? Kur mizash. Po, për zdoti në sytë e mi këshu është dukur, do është ta dhe gaboj. Edhe ati e di shumë mirë ti. E di, kove të fundit. Se shiko lajtën shko pak, për te shakave, sinqerisht, ti diçka do kesh të gjuar, të kanë edhe trute gomari ty për mua, dhe ti ke pas një inat të zotruar nga dikush tjetër, nuk e di nga kush. Dhe ishte çështja kështu. Se qa the ti, dhe unë të bëra tag një batut pak ironike, dhe ti... Po jo, nuk ishte ajo se unë të njoh ty ta. Unë të njoh, kishim qesh më para në bolere ti. Po unë të njoh. Ma vi fajnë mua tjore ndryrsira. Jo, nuk të vë faj fare, kam fajnë vetun. Fajnë e kam vetun. Por që tagu nuk ishte tendencios, ti ishe e fryrë, unë e di shumë mirë. Jo, që mos më fry dot njeri, se s'ka linda akoma i pis modrë që më fry mua. Që mos prish fjallorin tani pavarësisht se di çka kishe, po që mbetja nuk ishte në atë live. Unë jam i sigur. Ti diçka kishe. Nuk më kujtohet si ka lindur debati me ty. Po pra, ti the një gjë, unë të bëra tag nuk qëndoj një gjë tendencioze, unë e kishim bërë dhe shaka herë të tjera dhe me zë. E kupton? Do kem qenë mirë me komitetin. Pastaj një moment ti më more inat nga iqi, nuk e kuptova. Edhe unë që po të lutesha, për Zot, për kokëtën dhe time, po të lutesha, se unë isha në panel, unë, e kupton? Ti ishe me komente. Po të shab, lere u me ki për Zot, i mos ashtu, do shta ti ma more për dopsi, do ke s'pas na i problem të ndina, se di që atë të them. Nuk e di për Zotin, nuk e di si... Një më fut një ti, o me gje, di si shma beti, unë kam 2 motra. Një motra ime e njerës që ka fare aberin e telefonit. E madhja, fare nuk e ka. E di vetëm atë, kur e merë njeri e shtypa të jeshile, në kupton? Kurse motra e vogël, i thotë mbesave, do me thënë, edhe ajo apa të, po vete mundohet të shkruajnë aj mesazh mua plakës, e kupton, apo këshu, po nuk di. Prap, akoma nuk di, sot e kësaj dite, e kupton? Dhe më vjen i natë që mi përgojoj njeri se po, do me thëmë, po ti ishin se nuk di si të ta shpjegoj, nuk janë, e kupton, jo se janë motrat e mija, nuk janë, janë gëdhë, e kupton, dhe të me mua shaj qatë duash, më shaj plakën, sa duash, e kupton, po nga momenti që motrat e mija nuk janë pjesëmarrëse as në këtë platformë, mua më vjen këshu, nuk përmbajem do të më, e kupton, e kam shumë më zët, sepse po të ishin që zotronin TikTok, unë pisë sëmë se do të ka përdia. Sepse e zotronin, futeshin. Po na momenti që si janë fare, se kam fare aberin e teknologjisë dhe nuk e kam e të vërtet, moj.
Për atë zot lartë, e kupton? E të misha njeri të paktën edhe kot në Gjithsesi, salon neri. Aqua Posada, Rani, do të bëj një pyetje. Më pyet. Ke bërë një gjë tek unë ti që unë jam bipolare? Të vërtetën, mos më kështu mos më një. Në më falë për ignorancën, çfarë do me thënë kjo? Aro. Po se mos e kuptoj gabim, mund ma shko qisësh si fjalë. Që ndryshoj nga momenti në moment, tip 2 personalitet. Shiko Megi, unë ta kam thënë dhe herë të tjera ti mund të jesh çfarë të duash, po vibe jot tek mua ka qenë shumë pozitiv dhe unë të kam pas gjanë pa e ditur fare ti. Okej, lëre ti. Po jo pra se me syrin shko me atë ndjenjën time të shoqërisë, ti mund të jesh kuçedrave për gjithë botën, e kupton? Nuk jam unë ai që e përcaktoj, sepse marrëdhënia jote me mua është super okej. Në sytë të tjerëve mund të jesh ndryshe, në sytë e një tjetri mund të jesh ndryshe, sepse njerëzit janë pidh motra, njerëzit ka lloj, do thuash ti po si. Vin njeri këtu të thotë je shumë e bukur, kështu dua të flas me ty. Ti si lexon komentin ose kur ja lexoni thua jo falem, do të qifsha mo të thotë, ai qifsha rob. Ka të tjerë që presin na 2 vjet sepse të pëlqejnë tepër, jashtë mase, e kupton? Prap në fund të shajnë dhe mbas 2 vjetësh, e kupton? Kurse marrëdhënia jon, se ne kemi dhe privatësi dhe nuk e kemi tepruar ndonjëherë, e kupton? Se kemi tepruar dhe të vi unë unë nuk është unë dua të kem kështu si të kam, e kupton? Nuk më mungon guximi mua për një herë apo për gjithmonë të jem me ty. Do me thënë të paktën të shpreh. Nuk e kam problem, të shpreh. Po ta ndjeja do të shpreh. Në përgjithësi me persona të tjerë, ke vënë që unë mund të jem bipolare? Unë kam vëre këtë që ti ndonjëherë në mendjen tënde ke sjell problemet e tua të jetës këtu. E kupton? Në mendjen tënde nuk i ke shfaqur, si të kam lexuar unë. Pa i treguar fare dhe për hallet e tua, dikush që të ka thënë një diçka që meritonte do rish mirore legend, i ke thënë ikse po të qi motrën, e kupton? Vetëm se ke pas një rëndes tënde personale. Ka që kam kuptuar, po kjo nuk është bipolaritet. Po se po ma thonë shumë persona ato. Tek mua jo, ti si e njeri me dy standard. Dhe nuk po flasë vetëm, nuk po flasë rrjetë sociale, po flasë jetë reale. Jetë reale, unë nuk të njoh drejt, se privatësit thash, nuk se kemi pas të theksuar, aty nuk të jap do të unë përgjigje. Di që në publik, prej vitesh, ke qenë njeri me një standard dhe ke thënë gjithmonë qa ke menduar për post një 20% që si që të thash, ke pas ato gjërat e tua dhe ke skaluar në njerë për shkak se si ke dhënë zgjidhja gjithë tënde, e ke zmadhuar disi të ka pushtuar inati, po jo se e njeri me të pak të në sytë e mi nuk je, dhe po të ishe një person që mua më jepi energjit keqe për Zotin, sinqerisht nuk s'do isha këtu, unë nuk do isha këtu me ty, dhe me mënyrën si të kam parë unë dhe se si të kam lexuar pa fol fare ti, je njeri u mrekullueshëm që zorë se ja them veta dikujt, jo sinqerisht, po plak. Dhe ke vite dhe prap edhe pse të është qarë kari, prap je munduar të jesh njëjtë, e kupton? Bas ma beti, si do që t'jesh unë deri sa të kem frim, do të kem gjanë gjithmonë dhe të pak të nga ana ime nuk besoj se do ketë ndonjë zënk përfundimtare që në ana ime flas. Nuk do ketë kur diçka që unë dhe ti nuk do flasim më. Po erdhi nga ana jo dhe pasaj edhe e mirë presur. Se fundit je femër, e kupton? Mund edhe të ta toleroj për atë hirin e respektit që kam. Dhe kam sinqerisht. Je rall, je me të vërtet e rall, sepse ke vite dhe nuk ke ndryshuar, e kupton? Nuk ke futur sa ndej këtej. Nuk ke bërë aleanca si disa, mos përmend emra. Se i përmendun po të duhet. Si disa Aurora, Ikigai, si disa... Nuk i tjesh më të. E lash, nuk më vin komenti.
Nuk dëgjohesh më. Edhe prandaj po të them. Ke ndër gjithmonë e njëjtë, je ke dëgjuar diçka që të ka ardhur në vesh, ka pas raste që s'ke dash të përfshihesh, po për hir të shoqërisë je përfshirë në kuptimin që je bërë kurioze ta dëgjosh atë gjën që ka ndodhur dhe je munduar që t'i japësh të drejtën atij që ke menduar se ka të drejtë apo asaj, e kupton? Kjo është ideja. Ke darë. Unë Unë u lodha, mu tha goja, që nuk keni ju gjërat tuaja. Jo, s'kam asgjë vllai, për zotin. Ndoshta S'ka bën e krahasim fare, as nuk e dyshoj. Jep shumë mirë që unë kam shok ty, kam shok X-in dhe Y-in që ti përmendë. Unë mendoj që janë gjëra që zgjidhen. Janë gjëra që zgjidhen, po janë vite, me gide. Një sekond. Me gise. Ata persona që kulturën e gojë kanë një identitet të tyre, kanë një karakter të tyre, kanë mënyrën e tyre të të menduarit. Unë kam timen. Nuk mendoj që njerëzit bëjnë aleanca apo si mund ta quash ti, po thjesht preferojnë të mbajnë një shëndrim që e kam mbajtur që nga fillimi. Kështu që Po flet për veten ti. po flas për veten edhe për tjerët. Për tjerët nuk flet dot. Si kam parë unë. Okej, ndoshta I ke lexuar gabim, këndvështrimi gabuar ndoshta. Po bëj jo dritë. Të them diçka Megi. Kur ti nifesh me mua, ke 3 vjetë, ndan edhe privatësi dhe ne flasim edhe për gjëra familjare, kupton? Shoqërisht, mund të tregoj një hall apo një ndodhi apo një ndjesi, e kupton? Dhe unë ty të kuptoj se duhet ta kuptosh edhe ti moj mirë unë, e kupton? Unë të vi me drejt Zotit të tregojem, domethënë të tregojem, o vlla, kam një diçka, do ta them ashtu si e kam, unë ty nuk të vë bariera kur dua të kurse ti mua I vë vetes tënde bariera dhe unë e kam kuptuar dhe ti e ke kuptuar dhe nuk e reaguar që ta kuptosh që dëgjoj se ore kjo arua nuk ma ka me të keq, e kupton, për çfarë duhet mos I besoj unë apo të paktën unë kur ja them, pse t'ja them gjysmë, pse nuk preferoj mos t'ja them fare, më mirë, se sa t'ja them gjysmë, se unë s'jam budallan. Tani ti, në qoftë se ne do kemi një bashkëbisedim ku ti do qash hallet e tua familjare apo në përgjithësi, kjo s'do të thotë që unë ty të kam Unë se mbarova akoma. Ta bëjmë bashkëbisedim, mendoj unë. Po, doja që të nxirja konkluzionin, nuk e kisha te këto qarje Po do ta harroj unë pastaj. Okej, thuaje, okej. Unë ty nuk të kam detyruar që të vish me thuash. Thjesht kam qenë aty një dëgjues se shumë e mirë për ty. Edhe unë ty nuk të kam detyruar që ti të vish me thuash gjysma mua. Ashtu e ndjeva, doja ti tregoja deri në gjysmë, pastaj do ishte një moment tjetër, një moment I dytë që do t'ja tregoja pjesën tjetër. Nuk ka pas asnjëherë momente të dyta, ai gjithmonë kanë qenë gjysma. Kur ti e tregon gjysmë, ikë mbaron ai muhabet. Vin një muhabet tjetër ti vazhdon e tregon gjysmë. Dhe unë mundohem të zbërthej dilemën tënde, të hyj në gjenezën e gjës e ndodhisë tënde, dhe ti pastaj të ndihesh e thyeshme dhe prap nuk e kupton, nuk e lë veten të lirë tek mua dhe unë e kam kuptuar dhe ti e ke kuptuar që unë e kam kuptuar dhe ti vazhdon prap me barierat e tua. Po mos ndoshta ti nuk I ke dhënë atë besimin që ai mos ketë bariera. Se kam zhgënjera asnjëherë për Zotin. Unë kam qenë ai që I kam thënë, dëgjoj, filani po, kështu, fistëku, po, kështu. Filani, nuk e di për çfarë po flet tani, nuk e kam iden. Muhabete koti o vlla. Gjithsesi ti mund të flasësh për një person, po e thon në përgjithësi. Po që këto janë tema aq të thella, sa që unë mendoj që në mos njëri ti në çdo lloj situatesh. Thot Omegi se duhet ta shkronte me shkronja të mëdha kapitale. Omegi, ti nuk edh njerëz poshtë se thot arua. E kupton dot? Çfarë do me thënë? Jo, absolutisht jo. Unë nuk jam pozicionuar kur. Jo, e kupton dot? Çfarë do të thot ajo fjala? Nuk e di si qysh tek.
qa mund ketë arua me kë mund ketë pak najësia, apo tutje tu. Ore, kam dhënë të mirën e për zotin, jam sëmurur vetat. Mua kam dërhequr veshin nga i pari tek i fundit që kam thënë për mua, nëse do mendimin tim, tu e ke gabim, tu e ke mirë. Ata që unë vërtet i kam quajur rrethi im, i kam aq të drejtë sa të them që tu e ke gabim dhe këtu e ke. Pastaj, se si zgjedh ti të më dëgjosh apo mos më dëgjosh, normalisht do bësh me kokën tënde, aty jo është drejta jote. Unë personalisht, në qoftë se them, Aro, hajde këtu po, unë të konsideroj ty dhe ti më konsideron mua. Tu e ke gabim. Dhe pastaj ndash mërzit unë, ndash mos u mërzit, ndash